Shiqoni Allahu Dhul Xhelal si e ka ndihmu Ibrahimin alayhis salam. Shiqoni Allahu Xhella Xhelaluhu si e ka ndihmu Musain alayhis salam. Ibrahimin alayhis salam pa besimtarët e hudhën me një zjarr të madh që është e pakapshme për logjikën e njeriu, që njeriu të shpëtojë prej atij zjarri të madh. Po Allahu Dhul Xhelal i tha zjarrit: "Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Bëhu i ftohtë dhe shpëtim për Ibrahimin alayhis salam dhe shpëtoi Hazreti Ibrahimi. Shiqonja historinë e Musait alayhis salam se si Allahu i shpëtoi prej faraonit dhe prej ushtrisë së tij. Kur ai ishte në momentet më të vështira, pas e kishte detin, rruga e mbyllur, përpara e kishte faraonin dhe ushtrinë e tij, rruga e mbyllur, s'kishte rrugdalje tjetër. Mirë po Allahu Dhul Xhelal e solli ndihmën e tij dhe vetëm i tha Musës alayhis salam, tha bjeri detit me shkopin që e ke. Dhe u hap rruga, u kri, erdhi ndihma e Allahut Dhul Xhelal. Prandaj të nderuar xhamat, mos e lodhni veten si e sjell Zoti ndihmën. Si mund ta shpëtoj, si mund ta ndihmoj Allahu besimtarin, robin e sinqert. Gjithmonë brengosuni si ta meritojmë ndihmën e Allahut Dhul Xhelal. Si të arrijmë që ne na dose Zoti dhe të na ndihmojë Zoti. Nëse arrijmë në këtë nivel që ta meritojmë ndihmën e Zotit, ajo vjen shumë kollaj, ajo vjen prej atij ku ti s'ta merr mendja se mund të vijë.